shumë kënaqur, gëzuar, krenar, po thash edhe më parë, kemi edhe 4 ndeshje, do japim maksimumin dhe do flasim në fund. Në fakt, presim do pjeta të tjera, duke qenë se Elbasani është në momentin më të bukur tani. Po, inshallah, edhe unë shpresoj se kur e merr atë shihen, do të vazhdosh, të hapet oreksi. Inshallah, vazhdojmë shumë. Si ishte skuadra e Tiranës këtë ndeshje, si kundërshtar? Patët vështirësi pjesa parë, e cilat morët dhe një gol. Shumë vështirësi, se tregovi dhe ndeshja. Unë thash, kam thënë edhe më parë, që çdo ndeshje në kampionat është e fortë. S'ka lidhje tabela e fundi apo e pari. Çdo ndeshje mund të dalë çdo rezultat e humbe të gjitha. Po, Në fakt, me golin e dytë që keni shënuar sot, keni lumturuar jo vetëm me Elbasanasit, por e keni futur mezin e renditjes kampionatit në një garë jashtëzakonisht bukur. po prap thash, kemi edhe 4 ndeshje. Inshallah na ecë pozitiv, se edhe ne duam të dalim në Final Four. E vështirë, po jo e pamundur. Do japim maksimumin dhe presim në fund. Përballja më afërt me ekipin më të mirë të viteve të fundit Shqipëri, Egnatian. Po. Ashtu, do japim maksimumin, s'kemi çfarë bëjmë. Ne do bëjmë punën tonë dhe inshallah do Zoti fitojmë. Faleminderit, sukses.